Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejt për drejt këtu në Fox News. Vjojmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës dhe në vazhdën e fushatës elektorale, se cila prej forcave politike, cila do të jetë pjesë e garës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, nga dita në ditë është duke prezantuar planin e saj konkret apo qoftë edhe programin elektoral, një program për të cilin theksohet vazhdimisht që do të jenë fitues. Nga ana tjetër kemi kryeministrin e vendit zotin Rama, i cili kam përshtypjen dhe mendohet se sloganin më të fuqishëm do të ketë atë të integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër kemi zotin Berisha me Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore që akuzon zotin Rama se po i vjedh programin elektoral në fusha të ndryshme. Zoti Berisha ka theksuar vazhdimisht që menjëherë pasi Partia Demokratike të marrë pushtetin do të jetë ajo e cila do të shkrijë strukturën e posaçme antikorrupsion, pra SPAK, dhe një sër ngjarjesh dhe zhvillimesh të tjera për të cilat ka premtuar dhe premton në çdo dalje të saj publike. Nga ana tjetër kemi dhe faktorë të tjerë politikë të cilët lidhen me partitë të tjera opozitare, partitë të cilat dhe individët të cilët kanë dalë nga Partia Demokratike dhe jo vetëm. Gjithsesi, për të gjitha këto zhvillime do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kreun e Partisë Demokristane, zotin Nar Ndoka, i cili mbashkohet në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it. Zotin Ndoka, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, kënaqësi Alvin. Zotin Ndoka, e dëgjuat parashtrimin tim, ju e njihni edhe më mirë politikën, i keni parë premtimet elektorale, i keni parë programet e partive të ndryshme. Ndërkohë, dua të marr pak komentin dhe opinionin tuaj se i takon asaj se çfarë është duke ndodhur deri në këto momente. Ka një luftë shumë të madhe mediatike, por edhe një luftë shumë të madhe online e cila zhvillohet ndërmjet dy liderëve kryesorë të partive kryesore në vendin tonë. Pse nuk po shohim një fushat ashtu siç jemi mësuar të shohim gjatë fushatave të kaluara apo qoftë edhe zgjedhjeve të kaluara, ku programet ishin koherente, ku programet ishin koncize, ku programet preknin drejt për drejt qytetarët, dhe pse jemi zhvendosur drejt kësaj luftës online në rrjetet sociale? Jo, për hir të realitetit opozita është të fokusuar tek programi, madje pas nesër do të jetë edhe programi final i opozitës në tërësi, pra i koalicionit Shqipëria Madhështore dhe kryesisht e Partisë Demokratike si partia më e madhe e opozitës. Për fatin e keq, mazhoranca apo zoti Rama, i cili tashme jo vetëm që është pa program, por është edhe pa arritje, ka 12 vite që e qeveris Shqipërinë, nuk ka sens madje që të bëjnë premtime, prandaj edhe ai ka kaluar në një agjendë futuriste që nuk e din as vetë si ku është fundi i kësaj aventurohet edhe premtimit të tij. Edi Rama do të gjykohet, pra me 11 majit është dita e gjykimit, se çfarë ka bërë ai për 12 vite, se sa dëmi i ka bërë ai Shqipërisë, se sa dëmi i ka bërë ai vendit, se sa dëmi i ka bërë ai rinisë shqiptare, institucionave, se sa dëmi i ka bërë ai Shqipërisë me vjedhjet e galopante të tij dhe të shokëve të tij në qeverisje. Pra, është dita e gjykimit. Qytetarët nuk presin se çfarë do të mashtrojnë Rama sërish për një mandat të katërt, por do ta gjykojnë atë me votë për atë që i ka bërë keq, shumë keq, dhe për gjitha dëmet që i ka bërë vendit. Por në anën tjetër është një opozitë e cila nuk pretendon që të vinë thjesht nga konsumi i kësaj mazhorancet apo nga ato çfarë Rama i ka bërë dëme Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar, por t'i afrojnë një program, t'i afrojnë mundësi ndryshe, madje krejt ndryshe, më them, dhe besoj që opozita edhe gjatë këtyre ditëve, por është muaj final që nesër hapet fushata zyrtare
dhe të paktën opozita do të jetë e qartë në gjitha premtimet e veta, në gjitha fushat që prekun jetën e qytetarëve, duke filluar nga minimumi jetik, duke filluar nga se cila do të jetë mbështetja për pensionistët shqiptar, cila do të jetë rroga mesetare, se kush do të jenë taksat për biznesin, se si e shikon opozita të ardhmen e vendit për ekonominë, për infrastrukturën, për sistemin shëndetësor, për sistemin e arsimor, për infrastrukturën dhe çdo gjë tjetër të detajuar. Ajo që unë vërej është që opozita të paktën e shumë e kujdesshme që të premtojnë ato që realisht mund t'i realizojnë, ka edhe afate kohore për to dhe disa prej tyre të cilat konsiderohen si të rëndësishme janë brenda kufirit e 100 ditëve të para të qeverisjes nesër dhe kjo e bën disi të besueshme edhe si një shpresë për të ardhmen. Përveç saj ka edhe një fokus ndryshe edhe tek ato qytetarë që kësë qeverisje i ka detyruar ato të braktisin vendin, pra që të hartojnë dhe të ndërtojnë politika që ato të rikthehen në vendin e tyre, duke ju ofruar mundësi për biznes, duke ju ofruar mundësi për sistemin e taksave dhe një sër gjëra tjera të cilat do të bëhen publike edhe gjatë ditëve në vazhdim gjatë fushatës elektorale. Çfarë favorizon opozitën në këto momente, zotin Doka? Dhe çfarë nuk e favorizon nga ana tjetër? Pa diskutim që opozitën favorizon shumë kjo situatë me cilën ndodhemi sot. Edi Rama është totalisht i konsumuar me 3 mandate, pra është rast unikal, më them, edhe në to 30 vite pluralizëm që një mazhorancë kalbet duke qeverisur, që një mazhorancë është totalisht e korruptuar dhe ai ka tashme gjysmën e qeverisë dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë në nënhetim përballë drejtësisë, edhe vetë pa diskutim që ka mbi kurrizë mjaft mëkate, se është e patolerueshme, është e pafalshme, është e pakonceptueshme që thuash sot që ky kryeministër nuk kishte informacion, nuk kishte dieni se çfarë po bënin varësit e tij, përkundazi. Është detyrë e tij ligjore, është detyrë e tij politike, është detyrë e tij morale për t'i kontrolluar to në vazhdimsi. Madje ka disa institucione që paguajnë nga taksat tona që t'i kontrollojnë to vartas. Por ky është i përfshirë vetë me to dhe kjo pa diskutim që e favorizon opozitën që të ketë një qasje këtë tjetër, të përgjithshme në radhë parë me taksat e shqiptarëve dhe të paktën djatha e ka këtë e përsi. Jemi 12 vite edhe me një sistem drejtësie të reformuar dhe shohim se janë pak apo as pak ato individ të cilët e kanë prekur, kanë futur dur në taksat e shqiptarëve, pra jemi një realitet këtë tjetër, një kohë që kemi gjysmën e qeverisë që kanë mbi vete afera korruptive dhe shumë tjerë që akoma presin radhën me dosje për të gjykuar. Dhe kjo t'jep një lloj besimit, pra nëse edhe krahason modelit, ke një të majtë të degraduar, të shtuar në korrupsion dhe ke një djathë të përgjithshme edhe në historinë plurale, nëse e marrim edhe për 30 vite, se gjithsecili ka peshën e fajt gjatë qeverisjes apo rrëdhësioneve që ka kaluar vendi. Pra kjo është një epërsi, ka një lloj besimit edhe në raport me dy personazhet sot, me Edi Ramën dhe me Sali Berishën. Këtë ndryshe shikohet Sali Berisha nga qytetar shqiptar, shikohet që një model i përgjithshëm, si një shtetar i cili ka përgjegjësi mbi perspektiven e vendit ti, qoftë edhe për integrimin, që flet Edi Rama me kartën e Bashkimit Evropian. Kjo nuk ka asnjë arritje në raport me integrimin ton. Pra, gjithë ato arritjet që i ka Shqipëria për 30 vite,
mbajnë firmen edhe vullnetin e Sali Berisha. Kjo është realitet, pra, që nga ndërsimi jonë në Këshillin e Evropës, që nga liberalizimi i vizave, që nga ndërsimi jonë në NATO, që nga hapja e negociatave për në Bashkimin Evropian. Pra, çdo etapë e rëndësishme e integrimit ton ka firmen e Zotit Berisha dhe të djathtas në këto 30 vite. Patjetër që ajo e cila është bërë nuk zhbëhet absolutisht nga askush zotin Loka, por ndalem pak tek mbështetja e ndërkombëtarëve dhe roli i të dyja figurave, qoftë i kryeministrit Rama, po qoftë edhe i zotit Berisha. Kush ka fuqinë më të madhe pranë ndërkombëtarëve? E bëj këtë pyetje duke marrë shkas nga vizita e fundit e zotit Berisha në mbledhjen e partive popullore europiane, aty ku në një farë mënyre ka denoncuar atë se çfarë ka denoncuar edhe në Shqipëri përgjatë gjithë kësaj kohe se i lakon qeverisjes së kryeministrit Rama, dhe ka marrë një përgjigje pozitive dhe Partitë Popullore Europiane janë shprehur që do të jenë pranë Partisë Demokratike me një grup të posaçëm për të vëzhguar të gjitha zgjedhjet. Nga ana tjetër kemi prezencën e një pjese të madhe dhe të konsiderueshme të kryediplomatëve të Bashkimit Evropian në Shqipëri pranë kryeministrit Rama, dhe në 15 dhe 16 maj ne presim liderët global në Shqipëri. Ku janë të pozicionuara forca ndërkombëtare aktualisht në këtë moment, zotin Doka? Është pyetje interesante. Ka një përmysje, Albi, të këtij realiteti nëse e marrim përpara 4 viteve apo përpara 8 viteve në mbështetjen ndërkombëtare. Sot Partia Demokratike ka mbështetjen maksimale që ka pas në 30 vite nga faktori ndërkombëtar, dhe kjo është si një ëndër për hir të realitetit. Pra, e kemi patur zotin Berisha me disa pengesa përpara vetes, i shpallur në ngata nga Shebaja, i izoluar nga partitë popullore. Kuptohet që ishte interferimi dhe nikimi i Sorosit kryesisht, i Ramës në mënyrë të veçantë, u kap peng lideri i opozitës zoti Basha, i cili u bë një shtesë edhe një vegël kryeministit Rama. Ndërsa sot jemi një situatë këtë tjetër, normalisht e pabesueshme edhe për ne që jemi në vazhdimsi që i ndjekim këto zhvillime. Sot zoti Berisha ka në krah personazhin kryesor të republikanëve amerikan, pra jo vetëm në një asistencë teknike dhe profesionale dhe politike për organizimin e fushatës, por është një në figurat qendrore të republikanëve amerikan, një bashkëpunëtor i presidentit Trump. Pra ka një ndryshim kursit total nga SBA, dhe kjo besoj që është mbështetja më e madhe që Partia Demokratike ka pas në këto 30 vite. Pra jemi në një kundërmendalje sa asë kundërshtari i ynë politik Rama nuk guzon që ta përmenin ma nën gratën, që e kupton që është vetë ai që e pret një gjatë tillë për veten e tij, dhe tashmë ka dalë qartasi që ka qenë ai kryesori i sponsorizimit të kësaj lufte politike. Ka hequr dorë nga non grata dhe ka filluar tashmë me kënetën dhe bufin, sa e përmend në çdo fjalë të tij. Pikërisht kjo është akoma edhe më banale, pra të them të drejtën është një tërshtim i madh kur e shikon. Po duket ka marrë me sportivitet zoti Berisha, se me miniaturën e bufit i është përgjigjur zotit Rama. Zoti Berisha ka anashkaluar, ka shpërfill për faktin që nuk meriton as vëmendje për hir të realitetit, pra një kryeministër që merret me tilla epitete, krahasime vulgar, një njeri i vogël, se me kundërshtarin mund merresh me modele qeverisjes, me modele suksesës, mund bësh një lloj bilanci si kundërshton e majta me djathën, se cila zhvillon më shpejt dhe më mirë venin. Kjo pritet nga dy burra shtetit. Por ne kemi në krahun tjetër, për fatin e keq, Edi Rama nuk është ngritur asnjëherë në rolin e një liderit apo një personazhit politik që fokusohet tek problemet, por tek batutat, tek ironit, tek pjesa ordinjere e një njeriu
pa vlerë për hir të realitetit, jo vetëm politik, por edhe njerëzor. Kështu që paktën zoti Berisha nuk është përfshirë tek ajo, i ka dhënë me diplomasi as sa ka merituar ai vëmendje, por jo më tepër. Zoti Berisha është i fokusuar tek programi, tek përgjegjësia, tek besimi, tek që do të arrijnë ta kalojnë në një stad që edhe ato të majtë që kanë votuar Partinë Socialiste të jenë të qartë që rikthimi i Berishës do të jetë mirë edhe për vendin, por edhe për to. Se dhe ato shohin degradimin e Edi Ramës, të qeverisës të tij, të bashkëpunëtorëve të tij, që është një kosto për çdo qytetar shqiptar, është një kosto për vendin, është një kosto për familjen shqiptare, që Komisha i ka detyruar të braktisjen edhe vendin. Pra, është një dramë. Dhe ky njeri pa përgjegjësish Edi Rama përpiqet që ta kalojnë me humor, madje i ofron edhe një pasaportë që t'i hapin rrogun akoma më mirë që ato largohen nga Shqipëria. Pra ky i jep një ofertë akoma edhe më të shtueshme, një pasaportë që ta braktisin vendin, të jenë ato persona që i mirëpresin. Në fundit sot pasaporta evropiane ekziston, lëvizja e lirë, kjo ishte thelbi e cila u rrit vite me përpara nga qeverisja e gjatë. Kështu që në këtë sens shqiptarët tashmë e kanë tejkaluar këtë pengesë, paktën e kanë mundësinë televizin, e kanë mundësi që setorin ton kush ka dëshirë. Kështu si duke e parë në këtë kontekst, zoti Berisha ka shumë më përsi spajet në raport me besimin që ka ndaj qytetarëve, në raport me përgjegjësinë që ka mbi taksat e qytetarëve. Zoti Berisha është i fokusuar tek ato investime të cilat i rikthejnë të mira materiale në ekonominë shqiptare, në familjet shqiptare, me infrastrukturën, në përmirësimin e sistemit shëndetësor, arsimor, por kryesisht në infrastrukturën rrugore, të cilët pa diskutim që edhe ato ndërhyrje që bëri zoti Berisha i kanë rikthyer ekonomisë 1/5 çfarë është shpenzuar nga taksat e qytetarëve, apo edhe 1/10, nëse flasim për rrugën e Kombit, të ardhurat që kanë ardhur pikërisht nga këto mund të them një projekte të infrastrukturës të cilët i kanë ofruar jo vetëm Kombit, por edhe ekonominë e dy vendeve tona, ku Shqipëria ka qenë një përfituese shumë e madhe. Apo siç ishte rasti i tunelit të Elbasanit, çfarë e afroi Shqipërinë e mesme me Tiranën, duke zhvogluar ato barriera dhe duke dhënë një impakt jashtëzakonisht madh në ekonominë e vendit dhe në ekonominë e qytetarëve. Pra në këtë sens Berisha është i prirur drejt projekteve të cilët i sillin zhvillim vendit. Ndërsa Rama është tek fasada, Rama është tek pllakat e bulevardeve, tek pjesa demagogjike. Pra, jo tek ato çfarë i rikthejnë ekonominë qytetarëve, thjesht për fasadë, për t'i përdorur ato për propagandë. Lekët e qytetarëve i ka bërë rrushë kumlla me skemet e incineratorëve, me PPP-t, me koncesionet. Pra, vjedhje haptasi, dhe ky jo vetëm që meriton të largohet, por edhe një shkim spektakolar do ta pres në të ardhmen. Jemi në muajin e fundit, në muajin mbase më të rëndësishmin për vendin ton, presim zgjedhjet parlamentare. Partia Demokratike vjen me sloganin e Shqipërisë madhështore dhe rikthimin e të gjithë të larguarve. Partia Socialiste vjen me sloganin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, kemi dhe koalicionin Euroatlantik, i cili duket sikur është pozicionuar fuqishëm së fundmi në media, por edhe rrjetet sociale me sloganin 77313, që e thekson vazhdimisht kreu i saj zoti Basha. Opinionin për zotin Berisha dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore e mora, por dua të ndalemi pak në këto minuta të fundit, zotin Doka, tek përplasja Rama-Basha, përplasja më in për momentin. Përplasja ku përplasja? Përplasja me video.
Me videose. Është një teatr, ke parasysh është një teatr banal, të them drejtën të shtom kur e shikoj Luzim Bashën që e ra deri në këtë pikë. Nuk e mendoj asnjëherë që ishte momenti që ai të largohej me turp, po duhet largohej që të harrohej nga ky realitet. Është paradoks i madh që Rama përpiqet ta mikloj, ta bëjnë atë si faktor, duke i dhënë vëmendje për të plotësuar indiferencën që ka Berisha ndaj tij, e vun Rama këtë pjesë. Pra, indiferenca e Berishës Rama në gjithë nga shinat, dhe ky për ta kompensuar atë pjesë përpiqet që t'i fusin Lul Braven në rol, dhe ky si një ushtar i ka për peng tashme, si një ushtar i cili e lidhe dhe jetën e tij politike vetëm me Ramën, përpiqet që të bëjnë interesantin, që ky vetëm interesant nuk mund të jetë kurr as si personazh politik as si njeri që nuk i shkojnë, nuk është stili i tij. Stili i tij është bëjnë skuthin, është bëjnë pabesin, por jo një politikan vizionar. Pra është një dështim, është një fatkeqësi shumë e madhe. Është një dështim kur e mendon që ky personazh ka drejtuar partinë më të madhe opozitare. Kështu që në këtë sens ky do të ketë një ndëshkim spektakolar, sado që të përpiqet Rama që ta frynë. Sa mandate grumbullon Partia Demokratike në 11 maj, zotin Doka? Fushata nis nesër. Pra, fushata zyrtare nis nesër. Ajo do të jetë e brullshme, ajo do të jetë me surpriza edhe për një vit. Ka një staf jashtëzakonisht të mirë, pra sot opozita ka një staf politik, një staf profesional, një leadership që jep garanci vendit, dhe kjo pa dyshim që do të ketë një rritje spektakolare gjatë këtyre ditëve, për faktin që do të ketë edhe surpriza, edhe ndeshkime, edhe për vetë mazhorancën aktuale. Unë shpresoj shumë që kemi një opozitë e cila do të ketë të gjitha shanset, të gjitha mundësitë që të qeverisin nesër pa pengesa. Për faktin që fillon fushata, edhe këto partitë e reja apo fraksionet e vjetra sfumohen, pra kjo është realiteti për fatin e keq që ka politika shqiptare, kur dy koalicionet e mëdha i ndezin me motorët me fuqi të plot, pavarësisht se qeveria ka motorin ndezur, të konsumuar me tym, me ndotje, dhe ati do t'ja fikun motorin me 11 maj, por opozita i ka gjitha shanset, gjitha mundësi që teqen përpara, pra të ketë një rritje spektakolare gjatë këtij muaji. Kjo vëret, ka një frym krejt tjetër, ka një besim krejt tjetër, është e dukshme, e prekshme. Ishte shumë e bukur ajo që më the pak më herët, Berisha ja fik motorët të Ramës në 11 maj, zotin Doka. Po, kjo është realitet, pavarësisht se kjo është një metaforë, por në aspektin politik po. Pra, Rama është në pamundësi për të vazhduar me tej. Do të jetë një dramë, do të jetë një kozë shumë e madhe nëse kjo do të ndodhin, për faktin që veni futet në një spirale, një krizë shumë të madhe politike, ekonomike, rajonale. Pra, Rama është një personazh sot i skeduar edhe nga partnerët tanë. Pra, të gjithë shohin Ramën që një person non grata për të vazhduar me tej, me lidhjet e tij me krimin, me lidhjet e tij me grupet kriminale, me aferet korruptive që ka mbi kurriz, janë shumë gjëra dhe shumë fije tjera që mund goditet. Të jemi krejt qartë për surpriza. Pra, edhe rikthimi i Lacivitas, nuk është që kjo është një personazh që drejton një kompani. Kjo është personazhi që ka drejtuar fushatën e republikanëve amerikan me pozicion politik, jo administrativ, jo si drejtuesi i një kompanie, është tjetër, ka
dy detyra të rëndësishme mi vete, ka edhe politike edhe profesionale. Duke parë në këtë aspekt, ky ka bërë një skanim të politikë shqiptare. E din se kush është Edi Rama, përveç se është një kukull e sorësh, të cilën e ka thënë në mënyrë publike, e din se çfarë lidhesh ka, e din se është i përfshirë me dosjen e Gonigalit, pra me pagesat që ai ka marrë për dandorë opozitën, e din që është i lidhur me grupet e drogës, me ato gjërat që kanë krijuar shqetësime për sigurinë edhe të SBA-s, por edhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra duke e parë në këtë kontekst, ai e ka qartë që edhe drejtuesit që ka Edi Rama në disa qarqe majnë ngarkesa shumë madhe korruptive, pra janë me dosje që mund të hapet drejta e hetimit tyre, gjykimit tyre edhe gjatë këtyre ditëve. Kështu si surprizat, Rama rrin me vesh të ngritur përpjet se çfarë do të ndodhin te kampi i djathtë, pra ai e ka të qartë largimin. Kjo është e padiskutueshme, pra edhe vetë kupton që cikli i tij tash është më shmbyllur. Më pyeti njëri sot, më tha zoti Ndoka, si e lexove një sondazh, që ishte bërë një sondazh përpara 2 ditëve në Mosgaboj. E fundit, lutem zoti Ndoka. Po, me pyeti për sondazhin. I thash sondazhi ishte interesant, se thotë ka një diferencë mes mazharës dhe opozitës pa filluar akoma fuçata. Sondazhi tregon që 60% të shqiptarëve nuk e duan Edi Ramën, e urrejnë Edi Ramën për kryeministër, dhe kjo është lajmi më i mirë. Kështu që rritja për opozitën do të vazhdojnë në mënyrë të shpejtë dhe të vrullshme gjatë këtyre ditëve. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, i gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit për mundësinë. Ne shkëputemi në publicitet.